Unë jam Jonathan Coyle, unë jam nga Amerikë, unë jam një vullnetar me Epoke e Re qendra në Fieri për punë me rini në Fieri dhe periphery in Fieri. We are here today to help clean up the beach as part of our Guardians of Water project and help stop pollution in Divjaka and the surrounding regions. Sepse Shqipëri është shumë e bukur, ne duhet të mbajmë e pastër. E mjedisit, administrata e zonave të mbrojtura qarkut Fier, në kuadër të planit të edukimit mjedisor, ditën e sotme po zhvillon një aktivitet pastrimi në Parkun Kombëtar Divjaka Ravasta, në zonën rekreative që është edhe plazhi i Divjakës. Meqenëse kohët e fundit ishte vënë në re që kishte disa mbetje të lëna nga vizitorët në bregdetin e Divjakës, në bashkëpunim me prefekturën e Qarkut, Bashkinë e Divjakës, banor të zonës, NGO të ndryshme, nxënës të shkollave të Bashkisë së Divjakës është bërë mundur ky aktivitet i zhvilluar ditën e sotme. Një mesazh që unë do të përçoja për të gjithë vizitorët që frekuentojnë bregdetin e Divjakës, ta mbajmë pastër atë dhe të mbeturinat i hedhim në kosha që janë vendosur nga ana e bashkisë në bregdetin e saj. Sot jemi në Divjak dhe kam kënaqësinë që kemi pasur në këtë aktivitet disa shkolla të Divjakës, ku nëpërmjet mesazheve që ata kanë dhënë dhe aksionit konkret për pastrimin e plazhit të Divjakës, ata duan të transmetojnë bashkëqytetarëve të tyre që mbajtja sot pastër e këtij mjedisi do të thotë më shumë fushus nesër, më shumë jetë e shëndetshme. Herë për i dërë jetë në plasë. Sot në Divjak jemi për të mbledhur mbeturinat që ishin hedhur në plazhin kombëtar të Divjakës. Shëndetje, unë jam nxënës e klasës 7, sot ne kemi ardhur në parkun tonë kombëtar për të hedhur plerat, për t'i marrë, sepse mjedisi është jeta jonë, ne nuk mund të bëjmë pa të. Keni bërë herë të tjera punë vullnetare? Ndonjëherë po. Si ndikon vullnetarizmi tek ju nxënësit? Ndikon shumë mirë. Sepse pa mjedis ne nuk mund të jetojmë. Një vullnetare dhe sot kam ardhur për të pastruar plazhin e Divjakës, sepse ka shumë dotje, duke filluar si nga dotjet plastike, qelçe e të tjerë. Si u bashkove thirrjes për të pastruar në këtë ditë? Mua më thanë që do kishte një pastrim plazhi dhe erdha vullnetarisht. Është e vështirë të bësh shumë bashkëmoshatar si ty të vinë vullnetarisht për të bërë pastrim? Po, shumë e vështirë, sepse nuk ka shumë të rinj që duan të bëjnë punë vullnetare dhe kanë me qejf që të vinë të pastrojnë plazhet. Unë jam në klasën e 7, edhe meqense sapo na thanë që do pastronim plazhin e Divjakës, ne të gjithë u grumbulluam dhe bëm një organizim vullnetar. Si të shikoni atje ma thanë kemi mbledhur qeskat me plera, të cilat i mblodhem të gjithë bashkë, me anë të disa pajisjeve që na i dhanë disa nga qendra kulturore. Organizoni shpesh ditë vullnetare pastrimi?
Jo të shumë shpesh, por sa herë që na jepet mundësia, atëherë vi me një herë. Te ura e resortit, kaloi jemi te ura e resortit. Se mbaju pjesë.